Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Vendosni një qep në çorape para se të flini dhe shikoni se çfarë do ju ndodh. Në fakt, një qep mund të jetë shumë efektive në luftimin e të gjitha llojeve të problemeve të ndryshme të përditshme. Kushdo do ta kishte imagjinuar ndonjëherë se një qep mund të bënte mrekulli në shëndetin ton. Ndërkohë, shkenca mjekësore ka vërtetuar se ka mbi 7.000 nerva në këmbë, të cilat janë në kontakt me të gjithë shëndetin tuaj. Kjo është arsyeja pse duke vënë një qep nën çorape, kjo mund të bëjë mrekulli në të gjithë trupin tuaj. Pasi ta keni vënë qepën në çorape tuaja, ajo do të pastrojë të gjithë trupin. Ajo do të thithë bakteret dhe mikrobet nga trupi dhe për shkak se lëkura në këmbë është shumë e hollë, bakteret dhe kimikatet e mira absorbohen më shpejt në gjakun tuaj. Në këtë mënyrë qepa pastron edhe gjakun tuaj dhe gjitha kjo ndodh ndërsa ju flini. Me sa duket, duke vënë një qep poshtë çorapeve para se ju të shkoni në shtrat, mund t'ju ndihmojë që ju të hiqni qafe ftohjen. Qepa gjithashtu do t'ju ndihmojë të ndiheni më mirë në saj të përfitimeve që ajo ofron dhe i ka veti mrekullibërëse. Qepët janë të njohura për të thithur aroma dhe për të përmirësuar cilësinë e ajrit. Është rëndësishme që ju të përdorni qep organike të cilat nuk janë të trajtuara me kimikate. Dr. Lauren Feder, një mjek homeopatik nga Los Angeles, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, konfirmon funksionin mjekësor të qepëve. Thuhet gjithashtu se kjo përbërje garanton një efekt mrekullibërës kundër ftohjeve, infeksioneve të fshikës, veshëve dhe dhimbjes së dhëmbëve. Nga ana tjetër, sidomos në Kinë, përdorimi i qepëve në mjekësi ka qenë popullor për një kohë tepër të gjatë. Është padyshim një vlerë. Priteni një qep në gjysmë dhe vëreni atë në çorape në thembra para se ju të shkoni në shtrat. Pavarësisht aromës dhe lotëve që shkakton, qepa gjithashtu është një nga ushqimet më të vlerësuara në botë. Qepa është aq e mirë dhe njëkohësisht mjaft e shëndetshme, sa që për njeriu ndoshta do të ishte më vënd të thuaj një qep në ditë dhe i thot mjekut ik. Qepët janë të dobishme kundër sëmundjeve dhe baktereve, madje e mbron organizmin nga dëmtimet qelizore. Gjithashtu, sipas ekspertëve, ekzistojnë një sër përdorimesh të qepës të cilat i kanë habitur pothuajse të gjithë, por me të vërtetë që funksionojnë. Kur ftohesh, varni një qep, zgjidhni një qese rrjet, futeni qepën në të dhe varreni më pas sa më pranë shtratit. Aroma e qepës do të mbushë dhomën tuaj dhe do të çlirojë fytyn e bllokuar. Ndërkohë, sipas ekspertëve, qepa nuk duhet qëruar sepse flavonoidët ndodhen pikërisht në shtresën e jashtme. Kur ju të zgjoni në mëngjes, do të habiteni me frymëmarrjen pa probleme, e cila vjen si pasojë e qepës. Qepa kundër gjakderdhjes nga hundët. Në qoftë se ju del gjak nga hundët, vendosni një copë qep nën hund. Qepa do të ndalojë gjakderdhjen menjëherë. Qepa për një gjumë të mirë. Qepa gjithashtu bën të mundur edhe kurimin e pagjumësisë. Priteni në qep në dysh dhe nuhateni 5 deri në 10 herë përpara se ju të shkoni për të fjetur. Për rezultate më të mira, vendoseni qepën në një gotë pranë shtratit dhe do t'ju zërgjumi menjëherë. Qepa kundër mushkonjave. Priteni një qep në gjysmë dhe vendoseni në një enë të mbushur me ujë. Vendoseni enën pranë vendit të punës apo ndënjes dhe insektet kështu do të rrinë larg jush.
Një alternativë më e shpejtë është që ju të lyeni lëkurën e pickuar nga insektet me lëngun e qepës. Qepa kundër njollave të moshës. Qepët eliminojnë njollat e errta në lëkurë sepse përmbajnë sulfur dhe acide të cilat shërbejnë si eksfoliant. Prisni një qep të kuqe dhe me të fërkoni njollat e lëkurës. Fytyrën shpëlajini pas 10 apo 15 minutash. Përsëriteni 2 herë në ditë dhe do të vini re që njollat tuaja do të zhduken. Qepa kundër dhimbjeve të fytit. Çaji i qepës e zbut fytin e lënduar. Përdorni lëkurën e jashtme të qepës dhe zieni në ujë. Pasi uji të ketë marrë ngjyrën e kuqe të lëkurës të qepës, hiqeni nga zjarri, lëreni të ftohet dhe më pas pijeni. Pas 1 ore, ju nuk do të keni më dhimbje. Kundër dhimbjeve të ciklit. Qepët zbusin edhe dhimbjet e ciklit tek femrat. Ekspertët rekomandojnë konsumin e qepëve të freskëta 4 deri në 5 ditë përpara nisjes së ciklit, që të keni më pak dhimbje. Pilafi djegur. Nëse pilafi që keni gatuar është djegur pak, atëherë përdorni qepën. Priteni një qep në gjysmë. Njërën gjysmë vendoseni sipër pilafit. Në më pak minuta, aroma e djegur do të zhduket. Kundër pickimit të bletëve. Nëse bleta ose grenza ju ka vënë në shënjestër, atëherë përdorni lëngun e qepës dhe dhimbja do të zhduket pothuajse menjëherë. Përmirëson humorin. Qepët gjithashtu përmirësojnë humorin dhe shëndetin mendor. Sulfuri tek qepa kombinohet me proteinat e sistemit dhe stimulon prodhimin e aminoacideve në tru. Konsumimi i qepëve zbut simptomat e stresit dhe depresionit dhe probleme të tjera. Qepa është një nga perimet më të lashta në të gjithë historinë e njerëzimit. Përdorimi i saj daton plot 3500 vjet më parë. Për ekspertët, qepa është një ushqim i klasit të parë dhe jo vetëm për përdorimet në kuzhinë. Bashkë me shejgë dhe çajin e malit, të cilat cilësohen si ushqimet më të shëndetshme për njeriun, qepa renditet ndër më superioret. Qepa ka aftësi parandaluese dhe është e dobishme në trajtimin e shumë sëmundjeve kronike, siç janë sëmundjet koronare, diabeti tipit 2 e të tjerë. Qepa është e rëndësishme edhe kundër sëmundjeve të shkaktuara nga ushqimi dhe mikrobet. Ekspertët thonë se përbërësit e qepës janë të jashtëzakonshëm në mbrojtjen e organizmit, sistemin imunitar, funksionin e shëndetshëm të hormoneve e të tjerë. Qepë për zemrën. Qepa arrin që ta mbrojë zemrën shumë më mirë se produktet e tjera. Qepa ul kolesterolin, pengon forcimin e enëve të gjakut, njëkohësisht i bën ato më elastike dhe nga ana tjetër e mirëmban tensionin tuaj të gjakut. Ndërkohë, sipas ekspertëve, qepa ndihmon edhe kundër diabetit. Për fat të mirë, qepa ka edhe aftësinë që të ulë ndjeshëm nivelin e sheqerit në gjak, duke u bërë kështu një aleat e organizmit kundër diabetit të tipit 2 dhe të mbipeshës. Sigurisht që qepa nuk mjafton që ju të keni peshën më të mirë trupore, por ajo ju vjen në ndihmë nëse konsumoni së paku 1 në ditë. Fal qepës bëhet dëmi i yndyrave dhe sheqernave, ndaj duke ngrënë qep, ju do të mirëmbani nivelin e sheqerit në gjak, por njëkohësisht edhe do të normalizoni peshën tuaj. Mirë, po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj.
Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.